ndodhet. Anesi, të përshëndes. Përshëndetje, Bruno. Unë në fakt ndodhem në selinë e Partisë Demokratike, pasi kam parë dhe vëzhguar disa prej qendrave të votimit në Tiranë, ku procesi kryesisht në qendrën e Tiranës ka shkuar normalisht, pa incidente, tashmë është vendosur në selinë e Partisë Demokratike. Edhe këtu situata është e qetë, demokratët një pjesë e tyre janë shpërndarë në terren në për zonat ndryshme për të vëzhguar nga afër procesin zgjedhor dhe nëse ka problematika të ndryshme, ndërkohë një pjesë tjetër e demokratëve ndodhen në zyrat qendrore ku po monitorojnë prej këtej procesin zgjedhor. Ka zhvilluar disa takime, por dhe mbledhje për edhe zoti Berisha ndodhet në seli me takime të ndryshme në zyrin e tij. Pak minuta më parë pati edhe një prononcim për mediat, por tashmë ai ndodhet në zyrin e tij ku po e vëzhgon prej andej situatën dhe po merr të gjitha informacionet nga të gjithë demokratët që janë në shaqe të ndryshme, por edhe në qendra të ndryshme të votimit ku po informohen për çdo lëvizje dhe për çdo vot që hidhet. Në fakt, këto janë momente pritje, momente vëzhgimi, durimi për forcat politike, deri kur përfundoj procesi votimit dhe më pas momenti tjetër, mjaft i rëndësishëm që është ai i numërimit. Anesi, deri më tani, nëse do të kemi një të përbashkët të shqetësimeve të demokratëve për qendrat e votimit në procesin e deri tanishëm, cila do të ishte? Çfarë i shqetëson demokratët? Demokratët janë të shqetësuar nga vëzhguesit e partisë në pushtet, të cilët ndodhen afër qendrave të votimit dhe sipas tyre po mbajnë shënim çdo votues që shkon në këto qendra votimi. Ata kanë bërë disa denoncime gjatë ditës së sotme ku sipas tyre drejtorë të ndryshëm dhe funksionarë të lartë të shtetit